Vitin e kaluar më shpalla në kampion Evropë për herë të dytë, domethënë ishte era e dytë që shpallom në kampion Evropë. Mendoj që isha shumë afër të shpallom kampion Evropë, po fati nuk e deshti. Kështu që tash po përgatitem për kampionatin evropian që ta përmirësojmë rezultatin e vitit kaluar, pse jo të shpallom kampion Evropë. Ka qenë vet pak me sakrificat shumë të viti 2025. Viti 2025 ka qenë nga ana sportive një vit shumë i vështirë, pasi ishte edhe kampionati evropian, po ishte edhe kualifikimet për kampionat botëror. Dhe do fike patjetër ti je prezant në çdo Premier League, janë Premier League-at janë 4 në mbahen në vit, kështu që ishte një vit shumë i lodhshëm, me shumë aktivitete, një luftë me shumë sfida, pasi kualifikimi për kampionat botëror ishte goxha i sfidues, gjithashtu kampionati evropian. Kështu që më thonë që viti 2025 ka qenë një ndër vitet më të lodhshme në karrierën time.